Veshura me të kuqe, Elia Zaharia poston kartolinën e festave krah të bijës. Aktoria e njohur Elia Zaharia ka publikuar kartolinën e festave krah vajzës së saj Geraldine. Ish bashkëshortja e Princ Lekës ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa foto me të voglën e saj, teksa të dyja kanë pozuar pranë pemës së Krishtlindjeve të veshura me të kuqe dhe të përqafuara me njëra tjetrën. Po ashtu, Geraldina ka postuar e buzëqeshur edhe pranë një babagjyshi dhe qenushi. Aktoria ndër të tjera ka uruar gjithë besimtarët në vigjilje të kësaj feste të shenjtë. Miq të dashur, unë dhe Geraldina ju urojmë gëzuar Krishtlindjet. Drita të kësaj feste të shenjtë na kujtojnë se si e ndryshoi botën ajo foshnjë lindur në Betlehem, duke ndezur shpresën dhe dashurinë e pafund në zemrat e njerëzimit. Dashuria dhe sakrifica e Krishtit të afruan shpirtin njerëzor tek burimi i dritës. Ju urojmë mbarësi dhe paqe, qoftë besimi tek Zoti, udhër fyesi jetëve tona për gjithmonë, shkruan aktoria Elia Zaharia krahas fotos.